Ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i Madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Esma, bia e Ebu Bekrit. Esma ka jetuar 100 vjet e nuk i ka rënë asnjë dhëmb edhe mball dhe në asnjë moment nuk e humbi mendje prehtësinë e saj edhe përkundër pleqshërisë së thellë. Biografët. Kjo është Esma, sahabeja e famshme, e mbuluar me kurora lavdish nga të gjitha anët. Baba i saj ishte shoku më i afërt i Resulullahut. Gjyshi i saj ishte sahabi, motra e saj ishte sahabie, burri i saj ka qenë sahabi dhe kjo mjafton që ajo vërtet të jetë krenare dhe e famshme. Pra baba i saj ishte Ebu Bekër e Siddiku, shoku më i ngushtë i pejgamberit a.s. gjatë jetës së tij, kurse pas vdekjes së Resulullahut ishte edhe halife udhëheqës i muslimanëve. Gjyshi i saj ishte Ebu Atik, babai i Ebu Bekr. Motra e saj ishte nëna e besimtarëve, Aisha radiallahu anhu. Burri i saj ishte ndihmëtari i të dërguarit a.s. Zubeir ibn El Avam, kurse djali i saj ishte Abdullahu, knatësia Zotit qoftë mbi të gjithë. Thënë shkurt, mjafton të themi se kjo është Esma, bia e Ebu Bekër e Siddikut. Esma ishte ndër të parat që pranoi Islamin, nga se këtë hape kishin ndërmarrë para saj vetëm 17 veta. Është titulluar si pronare e 2 shokave, brezave, sepse ajo duke u përgatitur ushqimin për udhëtim pejgamberit a.s. dhe babait të saj, atë ditë kur ata emigronin, kishte bërë gati edhe një enë me ujë, por mbasi nuk gjeti diç që t'i lidhte ato, e grisi shokën e saj në 2 pjesë dhe me njërën e lidhi ushqimin, kurse me pjesën tjetër lidhi enën me ujë. Atëherë pejgamberi a.s. bëri lutje për të që ato 2 pjesë të shokës së saj, Allahu xhaleshanehu, të ja zaventsoj me 2 shoka breza në xhenet. Ky është shkaku që ajo është titulluar me ofiqin pronare e 2 shokave. Ajo u martua me Zubeir ibn El Avanin, i cili ishte një djalosh i varfër, pa shërbëtor që t'i shërbej atij dhe pa pasuri me të cilën do t'i mbante fëmijët, përveç një kal me të cilën kryenin nevojat elementare të shtëpisë. Ajo sillej mirë me Zubeirin dhe i shërbente atij, duke u kujdesur edhe për kalin e tij, duke e ruajtur dhe duke i shtypur dridh për ushqim. Derisa Allahu i hapi Zubeirit rrugën e pasurimit dhe u bë njëri prej shokëve më të pasur të Muhamedit a.s. Kur Esmës ju dha rasti për të u shpërngulur për në Medinë, ajo me bindjen e saj në fenë islame, në Allahun xhaleshanehu dhe në pejgamberin e tij, edhe pse në ditët e fundit të shtatzanisë me djalin e saj Abdullahun, i përballoi të gjitha dhe kjo nuk e pengoi asgjë për të emigruar. Dhe posa arriti në Kuba,
e lindi fëmijën e saj. Muslimanët e madhruan Allahun dhe brohoritën nga gëzimi, sepse ky që fëmiu i parë që u lind si muhaxher në Medinë. Ajo e barti fëmijën deri te pejgamberi alayhis salam dhe e vendosi në prehër të tij, kurse ai bëri dua për të. Mori pak lëng nga goja e tij dhe e vuri në gojën e foshnjës, i cili e përbiu atë. Kështu që gjëja e parë të cilën e përbiu foshnja ishte lëngu i dhënë nga pejgamberi i Zotit xheleshanahu. Personaliteti i Esmës karakterizohet me virtyte të larta, karakter të fortë dhe arsye të shëndosh, veti këto të cilat i posedojnë vetëm njerëzit e rrallë. Ajo ishte bujare, e për të na rrëfen djali i saj, Abdullahu, i cili thotë: "Nuk më ka rastisur të shoh grua më bujare se sa tezën time Aishën dhe nënën time Esmën, por bujaria e tyre ndryshon. Sa i përket tezës ime, ajo mbledhte pak nga pak, derisa mbledhte aq sa mjaftonte dhe pastaj u andante atë nevojtarve. Kurse nëna ime nuk lënte asgjë për nesër, por menjëherë e shpërndante. Esma ishte inteligjente dhe e mençur dhe dinte ta gjej veten në pozita të vështira e të palakmueshme. Mençuria e saj u dëshmua kur Ebu Bekri u nis për të emigruar, duke e shoqëruar Muhamedit alayhis salam dhe morë me vete tërë pasurinë, vlera e së cilës arrinte në 6.000 dirhem, duke mos lënë asgjë për fëmijët e tij. Kur Ebu Kuhafe, i ati i Ebu Bekrit, i cili ishte politeist, u informua në lidhje me këtë, erdhi në shtëpi të birit dhe i tha Esmës: "Për Zotin po e shoh se ai me marrjen e pasurisë me vete u ka shkaktuar vuajtje, ashtu sikurse i u ka shkaktuar vuajtje me vetë largimin e tij." Mirpo Esma i u përgjigj: "Jo, kurse se o gjyshim. Në të vërtetë, ai na ka lënë pasuri të mjaftueshme." Pastaj mori ca gur të vegjël dhe i vendosën në një dollap, në të cilën e lënin pasurinë e tyre më parë. I mbuloi gurët me një rrobe dhe pastaj e mori gjyshin e vet për dore, ka se ai e kishte të pamurit e dobët dhe i tha: "O gjyshim, shiko sa pasuri na ka lënë ai neve." E kur ai e lëshoi dorën mbi gurët e mbuluar me rroba, kujtoi se janë të holla dhe gur të çmueshëm dhe tha: "Nuk është keq nëse ua ka lënë tërë këtë pasuri." Me këtë, Esma dëshiroi që ta qetësoj shpirtin e plakut dhe që të mos e obligoj t'i ndaj diç nga pasuria e tij. Ajo e bëri këtë nga se e urrejnte që t'ia shtri dorën një jetojtari, qoftë ai edhe gjyshi i saj. Nëse historia i lën harres të gjitha qëndrimet e Esmës, bijes së Ebu Bekrit, kurse se nuk mund të harrohen mendjeprehtësia, vendosmëria e pashoqe dhe fuqia e besimit, imanit, me rastin e takimit të fundit me djalin e saj. Kur djali i saj, Abdullah ibn Zubeiri, u zgjall sundimtar pas vdekjes së Jezid ibn Muavijës, botërisht e përkrahën Hijazi, Egjipti, Iraku, Khorasani dhe shumica e vendeve të Shamit. Por Benu Umejet, me qëllim që ta luftojnë atë, menjëherë bën dyndjen e ushtrisë së madhe nën komandën e Hajjaj ibn Jusuf eth Thekafiut. Në mes tyre u zhvillua një betejë përgjashme, në të cilën Abdullahu tregoi trimëri të pashoqe, ashtu siç i ka hije një kalor si trim. Kur përkrasit e tij filluan të shpartallohen dal nga dal, atëherë ai u strehua dhe mbrohej te Qabeja, së bashku me ata që kishin mbetur me të për të mbrojtur Qabën e madhrishme. Disa orë para rënies së tij dëshmor, ai hyri tek e ëma Esma, e cila atë botë ishte plak 100 vjeçare dhe e kishte lënë të pamurit dhe i tha:
Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty, o nëna ime. Ajo ja ktheu. Gjithashtu edhe mbi ty, o Abdullah, që mirë të solli ty në këtë kohë, kur gurët të cilët po i hedhin me xhenikët e Haxhaxhit mbi ushtrin tuaj në Qabe, po i dridhin tmerrsisht edhe shtëpitë e Mekës. Abdullahu i u përgjigj: Erdha të marr mendimin tënd, o nën. Ajo i tha: Ta marrësh mendimin tim? Për çka? Ai tha: Njerëzit më kanë braktisur dhe janë larguar prej meje nga frika e Haxhaxhit ose nga lakmia për atë që ka ai, saqë edhe fëmijët dhe familja ime janë larguar nga unë. E me mua ka mbetur vetëm një numër i vogël prej njerëzve të mi. Sado që durimi i tyre të jetë i madh dhe të kenë qëndrim burrëror, ata nuk do të mund ta bëjnë ballë më tepër se 1 apo 2 orë, kurse të dërguarit e Benu Umejive më kanë vërshuar me bisedime, duke më premtuar se do të më japin në këtë botë atë që dëshiroj, me kusht që unë t'i hedh armët dhe të i nënshtrohem Abdul Melik ibn Mervanit. Ç'mendon ti për këtë, o nën? Ajo ngriti zërin lart dhe tha: Kjo është çështje e jotja personale, o Abdullah, dhe më së miri vet mund ta dish. Nëse je i bindur se çështja jote është e drejtë dhe ti thërret në drejtësi, atëherë duro dhe qëndro, ashtu sikurse kanë duruar dhe qëndruar shokët tu, të cilët janë flijuar në flamurin tënd. Por nëse ti e dëshiron këtë botë, atëherë sa rob i keq do të ishe. E shkatrove veten dhe njerëzit tu. Ai tha: Por vrasja ime qysh sot do të jetë e pashmangshme. Ani çka? Tha ajo. Flijimi është më i mirë për ty se sa të i dorëzohesh Haxhaxhit me dëshirë dhe të luajnë djelmoshat e Benu Umejes me kokën tënde. Abdullahu i u përgjigj duke thënë: Nuk i friksohem vrasjes, por friksohem se ata do të luajnë me kufomën time. Ajo i tha birit të saj: Nuk ka çka të friksohet njeriu pas vdekjes, sepse as delja e therrur nuk e ndjen rjepjen e lëkurës. Atëherë Abdullahut i shndriti fytyra dhe tha: E bekuar qofsh ti, o nëna ime. Të bekuara qofshin virtytet dhe karakteri yt i lartë. Unë nuk të kam ardhur ty në këtë kohë për asgjë tjetër, përveç të dëgjoj prej teje atë që e dëgjova. Kurse Allahu e di se unë nuk jam as i lodhur e as i dobësuar. Allahu është dëshmitari im se unë nuk e bërë këtë që e kam bërë, duke lakmuar në të mirat e kësaj bote, përkundrazi jam i hëdhruar dhe i prekur, nga se kërkohet për t'u lejuar haramet. Ja, unë veç po nisem në atë që të i dëshiron. Nëse vritem, mos u pikëllo për mua. Dorëzoja çështjen tënde Allahut xhaleshanehu. Ajo tha: Do të pikëllohesha për ty, sikurse të vriteshe në rrugë të gabuar. Abdullahu i tha asaj: Bindu se vërtet biri yt kur nuk e ka përkrahur një punë të urrëtur apo të keqe, e as që ka bërë ndonjë të ligë, as nuk ka devijuar nga rruga e Perëndisë, e as që ka tradhtuar amanetin. Dije se djali yt kur nuk e ka përkrahur tiranin, as ndaj muslimanëve e as ndaj jo muslimanëve lojal, dhe nuk kishte tek ai gjë më të vlefshme dhe më meritore se kënaqësia e Allahut të madhruar. Të nuk e them për ta pastruar vetveten, sepse Allahu është më i dijshëm për mua se sa unë, por e kam thënë këtë për të dhënë durim dhe kurajo në zemrën tënde. Esmaja i aktheu: Falëndërimi dhe lavdia i qoftë Allahut, i cili të drejtoj në atë që ai dëshiron dhe në atë që edhe unë dëshiroj. Afrohu pranë meje, o biri im, që ta ndjej erën tënde
dhe ta lëdhatoj trupin, sepse ky mund të jetë takimi im I fundit me ty. Abdullahu e afroi fytyrën te duart dhe këmbët e saja, I ambuloi ato me puthje, kurse ajo e afroi hundën e saj te koka, fytyra dhe fyti I tij dhe e nuhati erën e tij, duke e prekur dhe puthur. Pastaj me duart e saja filloi të ja prekte trupin dhe kur e preku gjoksin e tij, për një çast u ndal, I tërhoqi duart prej tij dhe tha: "Ç'është kjo që ke veshur, o Abdullah?" Abdullahu I u përgjigj: "Kjo është këmisha ime e hekurt." Ajo I tha: "O biri im, kjo nuk është rrobe e atij që dëshiron të bjerë dëshmor." Ai I tha: "Por e kam të veshur për të qetësuar ty dhe zemrën tënde." Ajo I tha birit të saj: "Zhveshe atë, sepse ajo është pengesë e fortë për mbrojtjen dhe trimërinë tënde. Është e fortë për kërcimin tënd. Pa të, lëvizja është më e lehtë." E në vend të saj, vishe një këmishë të gjatë që kur të vritesh, të mos zbulohet trupi yt. Abdullahu e zhveshi këmishën e hekurt dhe e veshi një këmishë të gjatë jo të hekurt. E mbërtheu atë dhe shkoi te Qabeja për të vazhduar luftën me ushtarët e tij, duke thënë: "Mos më ndaj prej duas, o I nën." Në ato qaste, ajo drejtoi duart ka qielli, e tha: "O Zoti im, mëshiroje ngritjen e tij natën për të falur namaz dhe qasin e tij të fortë në terrin e natës, kur njerëzit e tjerë flejnë. O Zoti im, mëshiroje atë kur ai është I uritur dhe I etur derisa është agjërueshëm. O Zot, mëshiroje mirësinë dhe sjelljen e tij të mirë ndaj babait dhe nënës së tij. O Zoti im, unë tashmë e kam dorëzuar në duart tuaja, jam e kënaqur me atë që ja ke caktuar atij dhe më dhuro mua për të nga sevapet e atyre që durojnë për hir të madhërisë sate." Ende pa përënduar dielli I asaj dite, Abdullahu I u bashkangjet dëshmorëve të tjerë dhe shkoi në fëqinjësi të Allahut të vet. Vetëm pak ditë pas flijimit të tij, atij I u bashkangjet edhe ema e tij, Esma, bija e Ebu Bekrit, pas 100 vjet jetesë në këtë botë. Asaj nuk I kishte rënë as dhëmb e as dhëmball, dhe asnjëherë nuk e kishte humbur mendjeprehtësinë e saj, edhe përkundër pleqërisë së thellë.